Në prezencë të deputetëve të shumicës parlamentare dhe në mungesë të opozitarëve, kreu i Kuvendit Afrim Gashi ka paraqitur raportin 2 vjeçar të punës së Kuvendit. Në paraqitjen e tij, Gashi tha se Kuvendi në këto 2 vite ka qenë më pragmatik dhe në më pak seanca ka miratuar numër më të madh të ligjeve për dallim nga vitet e kaluara. Sipas raportit zyrtar, gjatë kësaj periudhe janë realizuar gjithsej 196 seanca, janë miratuar 710 akte dhe janë realizuar 29 seanca kushtuar pyetjeve të deputetëve, prej të cileve 16 kanë qenë të rregullta. I pyetur nga gazetarët, Gashi foli edhe për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që me 10 qershor pritet të hidhet në lexim të parë në seancë plenare. Ai tha se ligji mund të ketë mangësi, por është bazë e mirë e cila në të ardhmen, me debate dhe me amandamente, mund të përmirësohet. Asnjë ligj nuk është i përkryer. Mendoj se kjo formë, se si është menduar i tërë sistemi, është me mënyra më e mirë e mundshme, por koha është testi më i mirë për çdo ligj. Në momentin që e shohim se duhet të përmirësohet, ne mund të ulemi sërish dhe të diskutojmë dhe të përmirësohet ligjin të ardhmen, por mes asaj që të mos kemi fare ligj dhe të kemi një ligj në këtë formë të përpiluar, të përgatitur dhe të furtur në procedurë në format më të mira të mundshme, në procedurë të rregullt, me debate, me komitet, me debat hapur, mendoj se është mënyra më e mirë për ta sjellur në ligj. Duke u rikthyer në kohë, Gashi tha se si opozitar në vitin 2018 e kishte votuar ligjin për gjuhët, edhe pse kishte qenë i bindur asokohe se ligji në fjalë nuk e absolvon çështjen e gjuhës. Prandaj sipas Gashit është e pakuptim sepse opozitarët e sotëm nuk e mbështesin ligjin për përfaqësim të qeverisë. Mendoj që po bëhet një veprim jashtëzakonisht pozitiv. Në vitin 2018 unë kam qenë deputet dhe pikërisht këtu në këtë sallë, deputeti i opozitës e kam votuar ligjin për gjuhët, për cilin kam qenë i bindur se nuk e absolvon përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe sot nuk e kuptoj pse opozita nuk e voton një ligj i cili nuk është trajtuar si çështje me ligj deri tani. Kur jemi tek ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duhet të potencojmë se opozita ka paralajmëruar bllokimin e ligjit të propozuar nga qeveria. Jo vetëm këtë, lidhja shqiptare Zjadin Selës ka propozuar ligj paralel në procedurë parlamentare, duke pretenduar se ligji i tyre është zgjidhja reale e problemit të përfaqësimit adekuat.